ai I cili e merr një pllum tokë me haram, me zullum, ja merr tjetrit kojshisë tina, fshiu tina, sebepi tina, ja merr një pllum tokë me zullum, me padrejtësi. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, ky ka me I pas 7 toka në qafë ditën e gjykimit, prej peshes të madhe, prej haramit që e ka bo. Said ibn Zeid, njani për shokëve të Rasulit alayhi salam, I përgëzum me xhennet prej Muhamedit alayhi salam, sa u kanë gjallë, I ka thonë Muhamedi alayhi salam, nuk ka mes teje dhe xhenetit veçse vdekja jote, I përgëzum me xhennet. Kë ka pas një grua me shqenësi, me tokën e tina. E kjo gruaja është anku që ky Saidi ja ka marrë të tokë me zullum, domethënë me padrejtësi. Edhe u shku anku te Kadia I Medines në atë kohë. Edhe Kadia ka thirr këta. E ka thonë Saidit, I ka thonë, çështu po thot kjo gruaja që ti ja ke marrë të tokë me zullum, me padrejtësi. Ka thonë kë. Ka thonë, one ja kom marrë pasi që e kom dëgju që ka thonë Rasulullah alayhi salam, masi që e kom një që ka thonë Rasulullah, po mënën që e kom marrë, I ka thonë kë, Kadia, ka thonë, e çka ke dëgju për I Rasulit alayhi salam? Ka thonë, e kom dëgju për I Rasulit alayhi salam që ai cili e merr një pllum tokë me zullum, ka mi pas 7 toka në qafë ditën e gjykimit. I ka thonë Kadia, nuk të bësh ma kurgja, përsa që së shtrani që ti ja merr dikujna me zullum tokën. Mi po kjo muslimani, o ka njani për atyne që ju ka përgjigj doaja atina, edhe është lut për atë gruan e cila I ka bo padrejtësi, duke u anku të kë, se kë I ka bo padrejtësi. Ka thonë Allahume, në qofë se kjo e ka bo me qëllim, edhe e din që ka bo, edhe ma ka bo vetëm për me mba zullum, Allahume qëraja syt, dhe banja shpine sajna vorën e sajna. Ka zënë njani për atyne që e ka transmitu hadithin dhe të kom pa, të ecë, të majtë në përmura, s'ka pa. Edhe është ranë bonarin e sajna në borën e shpisë vetë, o ranë bonar, e ju ka ba në atë kuptimin, shpia sajna, vorë sajna, edhe është qërru prej do astina, përshka se I ka bo padresi, ja ka qitë që shtojnë popo, zanë në zi, tuk I thanë, që këm ka bo padresi. Allahu azugjel në rujtë, në bo për atyne që as një centimetr, milimetr nuk e marëm, pa ka në jona. E lusëm Allahun azugjel në bo për mësimën të mirë.